të natyrave të ndryshme, ndikon shumë pozitivisht që njeriu të ketë një mentalitet më të hapur për të pranuar ndryshimet, për të pranuar dallimet, por gjithashtu duhet ta kuptojmë që ky menaxhim i mirë i diversitetit dhe pluralizmit të çfarëdo lloji, mirë, po meqense jemi duke folur për diversitetin fetar, ky menaxhim i mirë ka qenë një argument, kisha me thonë shtesë, që populli jonë këtë mirëkuptim ndërmjet feve faktikisht ta kthej në një faktor pozitiv dhe jo të jetë një faktor ndarës ose faktor konflikti mes nesh. Duhet ta kuptojmë se sipas definimit të menaxhimit të diversiteteve, diversiteti din të jetë me, si thojnë, një shpat me dy teha, varësisht nga ajo se a jemi duke shfryzuar për të mirë, do thotë është një potencial shumë i rëndësishëm për zhvillim, por në anën tjetër është edhe potencial shumë i lartë për të krijuar konflikte të panevojshme. Unë mendoj që populli ynë në gjithë historinë ka treguar një pjekuri të theksuar në këtë drejtim. Ne, siç thanë edhe parafolësit që pajtohen plotësisht, nuk kemi të bëjmë vetëm me një tolerancë, ta thejmë sipërfaqësore ose formale ndaj njëri tjetrit, por kemi të bëjmë me një raport të ngrohtë vëllazëror, kemi të bëjmë me një pranim të tjetrit me gjitha ato tipare, qofshin edhe fetare, dhe kjo ka shërbyer me të vërtet ka shërbyer, do thotë, për popullin tonë si një faktor i rëndësishëm për të arritur këtu ku jemi. Mos harrojmë që në Kosovë dhe në gjitha viset tjera ku jetojnë shqiptarët ka pasur në të kaluarën, por ka edhe tash që shfaqen për shembull iniciativa të ndryshme ku jeton popullsia e përzier në aspektin fetar, katolike, musliman, dhe ka pasur raste kur njëri komunitet apo tjetri kanë pas dëshirë të ndërtojnë kisha, xhamia, dhe për shkak të respektit dhe dashurisë së